Kam dhënë shans të dytë. Mendoj që nëse e do shumë një person, nëse ti ndahesh prej diçkaje dhe nuk jeti, pra nëse ti arrin të pyesësh persona të tjerë çfarë të bëj, ti nuk je sigurt që do ta mbyllësh këtë marrëdhënie. Do të thotë që ti nëse nuk kthehesh me partnerin, nuk ja jep një shans të dytë, ti me veten tënde nuk e ke të mbyllur sepse ke një po sikur. Kështu që unë mendoj në këtë më mirë pishman se merak. Unë i besoj kësaj teorisë që i jep një shans të dytë dhe e kupton, pra e merr femra e kupton kur nuk duhet të jetë në një marrëdhënie. Por ajo duhet vetë të japi këtë shansin e dytë dhe ta shikoj se ku do shkoj si gjë, dhe nëse e përsërit prapë pastaj ajo e din që kjo gjë është e mbyllur dhe nuk ka më kthim pas. Se bëjmë gabime në jetë. Shiko, është shumë e thjeshtë të flasësh kur je në koltukun ton. Domethënë, kur nuk je në këpucët e tjetrit, sepse dashuria është shumë komplekse, domethënë njerëzit e përjetojnë dashurinë gjithë shumë ndryshe. Unë për shembull në këtë pikë në jetë ku jam tani do jepja një përgjigje të prerë, jo, mos e jep një shans të dytë, ti duhet të dish mirë vlerat e tua, duhet ta njohësh veten kush je dhe çfarë meriton ti dhe absolutisht, sidomos kur bëhet fjala për tradhti se mund të ketë arsye të ndryshme ndarjesh, por tani do thoja jo, ama nuk është kaq e thjeshtë, ti je kaq i prerë kur nuk je në këpucët dhe në ndjesitë e tjetrit. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni? Nëse nuk e keni bërë akoma subscribe në YouTube, andaj urgjent tani.